kemi. Jam Tomi Gattuzi, ka fituar 50.000 lekë reja edhe 100 sekonda në shparë. Nisu, i thot djalit. Edhe djalit tani po merr direkt e fillon nga televizori, po ju kam thënë mos i filloni nga të mëdha se nuk keni vend, pastaj se ku t'i fusni të tjera. Por me sa duket është Shnipi, ja ku e gjeti vendin për një lekë për shtëpia. Me sa duket ka marrë masa, ndoshta ka bërë prova më përpara. Unë ju këshilloj gjithmonë që ju të shkoni dhe të bëni provat dhe nëse keni mundësi ti përcaktoni që në fillim mirë. Shkoni një ditë përpara në Shparë dashur. Eja, ose shkoj një orë përpara, bëj një provë dhe pastaj filloj që ti marrë shpreh vërteti kur të gjirojnë mjeshtrat e Telebingos shqiptare. Ndërkohë, u mbush plot një karrocë, ka rrëmbyer tjetrën dhe çojmë se ku do të vrapoj dhe ku do të përqendrohet Lipçia. Dhe sigurisht shkon tek Ariel, dashuria e detergjenteve Ariel, të cina i e fut dhe fillon t'i mbushi mirë. Dhe po synon detergjentin e madh, sigurisht po i merr nga ty. Hajde, kemi shkuar në 88.000 lekë të reja, dhe ndërkohë po merr karrocën tjetër dhe vazhdon të marrë detergjent, me sa duhet do ta kalojnë një mirë ose patjetër sepse jemi ende tek 25 sekonda të mbetura. Lëre, gjysma diodi në tokë. Po vazhdon, ja këtu ma bëri qefin. Kapsulat sepse bëhet edhe subjekt për shortin, për të fituar 5 udhëtime turistike. O zot, djali, merë, lëre, e shikon që po bën apo jo? Lëre, ato të Shparit do kenë punë. 129.000 lekë, gati 1.300 euro.